Përshëndetje, unë jam Adela dhe jam të sot për të bërë operimin e hundës. Përveç kompleksit që kam pasur gjatë gjithë kohës me profilit tim, gjithashtu kam pasur probleme dhe me frymarrjen. Zgjodha enët e Day Hospital, pasi pash që punimet e doktor Julit ishin goxha natyrale dhe unë dua një hund sa më natyrale që të mos duket fake. Përshëndetje, sot kemi një pacient që është Adela. Hunda Adelës është e bukur, por ne do ta zbukurojmë akoma më shumë. Sepse hunda Adelës është një hund e hollë, ka një kuriz, ka një gjatësi dhe hyn te hundat çik të sikletshme të vështira sepse ka këtë lëkurën e hollë. Ne do t'i bëjmë një hund që t'i shkojë fytyrës, sepse edhe Adela është e imët në fytyrë. Dhe unë mendoj që ty Adela do të shkojë shumë ajo hund që bëm në projekt bashkë të dy dhe besojmë që do të arrijmë rezultatin maksimal të ty. Përshëndetje, sot jemi 7 ditë pas operacionit dhe siç e shikoni, rezultati i hundës është perfekt. Përveç ndryshimit super të madh që më ka bërë në fytyrë, tani nuk kam më probleme as me frymarrjen. Falenderoj shumë doktor Julin për këtë super punë që ka bërë.